Gjysmat do të ngrejnë zërin, kanë vendosur kështu pra, diku nga mesi i marsit dhe do të dalin në mbrojtje të fëmijëve të tyre. Kush janë këto nëna, kush është ky këshill organizativ që do të organizojë një marsh të tillë në mbrojtje të fëmijëve në mes të marsit, datën do ta bëjnë ato publike. Do të diskutojmë sot, i presim edhe dy mysafire të tjera. Është pra Elmedina Abdullahi, cilin e presim, dhe Narta Kasa Isenin, ndërkaq Iqbale Perati Preshova tani është me ne. Iqbale, mirëmëngjesi, mirë se na erdhe, faleminderit që u bëre pjesë e emisionit mëngjesit. Nënat e tjera do t'i presim, i kuptojmë se nënat kur janë me fëmijë, gjithmonë fëmija është në rend parë. Iqbale, derisa po bisedonim para startimit edhe para kamerave bisedës, unë thash që nëna, pleqë thonë se nëna për fëmijën e jep edhe shpirtin. Ju jeni një këshill organizativ i nënave, keni vendosur që të aruni shpirtin fëmijëve tuaj, t'i ruani të shëndosh, të shëndetshëm mbi gjitha, t'i shmangen paraqitjeve së mundjeve të ndryshme kancerogjene që janë në masë të madhe në rajonin e Tetovës si pasojë e ndotjeve. Kush është ky këshill organizativ i nënave para se t'i bashkangjitemi një marshi të tillë, që shpresoj që edhe unë do të jem pjesë e këtij marshi, dua të di se kush jeni ju. Jemi një grup i nënave, një lëvizje qytetare, mund të them. Jemi formuar, do me thënë, ka një muaj vetëse. Aktivitetet tone janë të shumta. Në fakt, ne piknisjen tone kishim në rrjetet sociale. Aty ka një grup i formuar, i cili e mban po ashtu edhe emrin e lëvizjes tonë Nëna dhe Fëmija. Aty ne, do me thënë, ideja iniciale e formimit të grupit ishte që njëherë të vetëdijsojmë masat nënat për lidhur me një ushqim më të shëndosh të fëmijëve, të vetëdijsojmë nënat për do me thënë, për metoda më të mira për rritje, për edukim të fëmijëve. Në diskutime sipër doli në pa edhe kjo ndotja, do me thënë, mjedisi jetësor në të cilin rriten fëmijët ta. Ne mund të ndikojmë, do me thënë, me një ushqim të rregullt, mirë po nuk mundemi të ndikojmë në mjedisin jetësor, gjë që shkaktoi një revolt të madh te ne, sepse shumë nga nënat shpalosën atë brengën se i kanë pas fëmijët e shtrirë në spital, do me thënë me javë, dhe nënat kanë qenë të sëmura, kështu që ky revolt nxiti që ne të formojmë këtë lëvizje, e cila përbohet prej 15 antareve, të gjitha janë nga profile të ndryshme, kush punon në universitet, kush është në financa, kush është në organizatat e huaja. Mirë po, ideja është të me thanë që na bashkojnë edhe. Kjo ide ishte që ne të marrim, do me thanë, një farë iniciative, që ne sot, do me thanë, fëmijëve të mos ju arsyetohemi se ne nuk u munduam që të bëjmë ndonjë ndryshim në këtë mjedis jetësor, se ne nuk u munduam që jetë zgjatjen tuaj të mundemi ne ta zgjasim sa më tepër, do me thënë, sepse kjo gjendje në të cilën momentalisht ndodhemi mund të jetë fatale, mund të jetë. Iqbale, gjendja që me ndotjen në Tetovë vërtet the që mund të jetë fatale, ju si këshill organizativ i marshit që do të mbahet, nëse zgaboj, me 14 mars. Pra dhe publikisht për e parë e shpallni për këtë datë, pra ne presim edhe Elmedinën edhe Nartën, na i bëjnë sqarimet të tyre kuptohet, janë duke ardhur nga Tetova, tha që do të kemi organizimi një problem i rënd për ne. Po, patjetër, nëna gjithmonë e kanë këtë problem, edhe unë si nënë e kam këtë problem. Më intereson para se të vendosni për të bërë një marsh, për të organizuar një marsh të tillë, a bët analizën e parametrave se si ndotja është duke ndikuar të fëmijët. Ashtu fëmijët e kanë sistemin e ulët imunitar. Nuk është vetëm fëmija këtu, është ka dhe shumë nëna që japin gjithë fëmijëve të tyre, që në një mënyrë jo të drejtë për drejtë edhe bëhet helmimi i fëmijëve. Do me thënë, ne kemi në rendin aktivistëve tonë shumë mjeke, shumë mjek me të cilët, do me thënë, kontaktojmë, kemi edhe në familje normalisht mjek, të cilët, do me thënë, jemi në kontakt intenziv me ata. Ti vje nga një familje e mjekëve? Po, edhe unë, po. Njëra nga aktivistet tona, shfrytëzoj rastin edhe ta përshëndes Laurën, na gjeti shumë të dhëna, do me thënë, relevante, në të cilat mundeshim të shohim se çka në fakt sa ndikon kjo ndotja tek fëmijët tonë.
Kur e banëm analizën, pak më pare dhe të tregova, do me thënë, unë personalisht shumë e emocionova. Do me thënë se kur e pash se vërtet ka shumë ndikon ka kjo ke fëmijët. Do me thënë, ta ilustroj në grup moshën 0 deri 6 vjeç, fëmijët, do me thënë, një prej sëmundjeve që direkt ndikohet nga ndotjet, do me thënë, unë me gjithë përgjithësinë mund të them edhe pse si jam mjeke, është bronhiti akut, është edhe emfizema. Sëmundjet e frymarrjes pulmologjike, obstruktive, kronike i quaj. Do me thënë, prej vitit 2013 deri në vitin 2014, 85.3% në grup moshën 0 deri 6 vjet ka rritje për një vit. Iqbale, 80% kesh rritje në një sëmundje është diçka alarmante. Nënat e tjera, forse në kanë arritur puna e sa, nëse je dakord, këtu do të vazhdojnë pikërisht ku e lam me rritjen e sëmundjeve pulmologjike, do të kisha thënë. Për cilën një material që nuk ka të bëjë me ndotje, tamam sa të bëhemi gati të t'i fusim edhe në studio Elmedinën dhe Nartën për të vazhduar bisedën. Atëherë, do të përcjellim një material që e ka përgatitur Gen Toska, s'ka të bëj fare me ndotjen, ka të bëj me një temë krejt tjetër, por një temë shumë e bukur, është fjala për leximin. Kur nënat e ngrejnë zërin, s'ka gjë më të mirë. Kemi edhe 2 nëna tjera këtu, që janë pjesë e Këshillit Organizativ të Marshit të 14 marsit, që organizohet kundër ndotjes së ajrit në Tetov dhe rrethin. Kanë erdhur këtu me ne edhe Elmedina Abdullahi dhe Narta Kasa Iseni. 2 zonja të tjera, 2 nëna të tjera, me të cilat do ta vazhdojmë bisedën ashtu siç e filluam edhe me Iqbalen. Unë do t'ju drejtohem me emër, që të ndjehem se ju kam vërtet mysafir në shtëpinë time, nëse s'është problem. Elmedina, me Iqbalen biseduam deri tani për atë se kush jeni ju si këshill organizativ dhe filluam të trajtojmë një nga aspektet më kyçe të kësaj greve të gjithë ndotjes është niveli apo përqindjet e sëmundjeve që kanë përfshirë, që janë duke vazhdojnë të përfshinë fëmijët. Këtu janë edhe nënat, thash që elmimi tjetër bëhet edhe përmes gjirit të nënas, përmes qumshtit të nënas. Nëse më lejoni, Narta, unë do të vazhdoj këtu me Iqbalen, t'i bëjmë të sqarimet. Pastaj do të vazhdojmë konkretisht me ndotjen me Elmedina, me aktivitetet tjera që e keni ndërmarrë në këtë drejtim. Iqbale, ta vazhdojmë aty ku e mbetëm. Unë potencova edhe para se të vini ju se nëna për fëmijën, prindi për fëmijën e jep shpirtin, thot populli. Bukur sqarove se 80% është rritur niveli apo janë rritur sëmundjet tek fëmijët që janë natyrës pulmologjike. Jo të gjitha, do me thënë ato që e kanë primare. Do me thënë primare nga ndotja e po. Emfemizmi dhe bronhiti akut. Për 2 vite, do me thënë ta vazhdoj, për 2 vite 107.1%. Ka rritje. Për 2 vite 107. Në grup moshën dhe nuk është alarmante. Kjo është më se alarmante. Kjo situatë kërkon një aktivitet edhe nga nënat tjera, edhe nga gjithë prindët, sepse ne mundohemi që më të mirën t'ja japim fëmijëve tanë. Mirë po në këtë ambientin tonë momentalisht se si është, ne nuk mundemi t'ja japim më të mirën fëmijët tonë. Sepse nëse nuk ja japish të drejtën për jetë fëmijët, atë asgjë nuk i ke dhënë. Çfarë ndodh me sëmundjet të tjera? Do të vazhdosh ti? Do të vazhdoj. Do me thënë në web faqen e organizatës botërore të shëndetësisë World Health Organization mund të shifet se aty edhe i klasifikojnë sëmundjet të cilat vinë nga ndotja. Ato shumë mirë e theksojnë se do me thënë edhe nivelet e ulta ndër atë 50 grimca të pomëdhjeqës në metër kub janë gjithashtu fatale për shumicën e njerëzve. Po se është një, do ta quaj, helmimi vazhdueshëm, ditë për ditëshëm. Nuk është një ditë në 5 vjet, një ditë në 1 vjet, po çdo ditë 365 ditë bëhet. Ato edhe kanë edhe atë masën vjetore, të cilën do t'ju tregon edhe Elmedina. Në fakt ato thuajnë se direkt, do me thënë, nga ndotja ndikohen, do me thënë, njerëzit në sëmundjet kardiologjike, kardiake, ndikohen, do me thënë, në aborte dhe misete të ndryshme,
në sëmundjet respiratore dhe shumë të tjera, sepse është sistemi, do me thënë një sistem i lidhur organizmi jo. Kështu që një gjë nëse ndikohet, do me thënë se edhe organet tjera mund të ndikohen. Në fakt, ne u munduam të gjejmë edhe të dhënat lidhur me abortet në Tetov, edhe pse kishte disa shkrime në për portale të cilat dolën dhe jepshin shifra alarmante. Mirë po, unë e shfrytëzoj rastin këtu në emision që të apeloj tek nënat. Në kështu raste, edhe pse shpresoj që mos ndodhin më, në kështu raste ju lutem të bëni analiza. Sepse kur janë analizat më të domosdoshme? Po në rastet e, do me thënë, aborteve dhe miseteve. Çdo herë është me rëndësi që të shihet se çka ka pruar deri aty, që në fund të ketë, do me thënë, për ne që miremi me këtë gjuhën e statistikës, të kemi, do me thënë, një bazë, një mostër, e cila do të shfrytëzohet për analizë, të shihet se a është vërtet ndotja ajo që e bie këtë, do me thënë, rritje alarmante tek nënat tetovare dhe në mbar Maqedoninë, sepse ky problem nuk është i izoluar i Tetovës, por Tetova është me përmasa më të lartë. Më të larta, megjithatë edhe zëri është më i lartë atyre që dëshirojnë të thonë stop kësaj ndotje. Një aspekt tjetër është edhe rritja numrit të vdekurve me sëmundjen kancerogjene, dhe këtë do diskutojmë t'i le pak hapësirë Elmedinas. Elmedina, më the që do të diskutojmë konkretisht për ndotjen. Unë nuk e di me shifra si shkon ai niveli, shoh vetëm ato thjerëzat, ato si fëmia, si thoni ju, me siguri keni bërë analizat asaj natyre. Sa ndotja është mbi nivelin e lejuar? Sa kjo ndotje drejt për drejt shkon tek fëmijët? Dhe është ai kontakti, edhe po të rrinë në shtëpi, po t'i kenë dritaret, nuk mundesh të rish në shtëpi me dritare mbyllura, sepse mjekët vazhdimisht na rekomandojnë që të shmangen këto viroza, këto gripe, të bëjmë ajrosjen edhe të shtëpive. Si është puna me ndotjen? Kemi disa lloje të ndotje. Janë ndotjet fizike dhe ndotjet kimike. Për momentin, më alarmante në Tetov janë ato ndotjet kimike. Ndotjet kimike fizike, ato janë grinca, të cilët qarkullojnë në ajër, edhe janë me përmasa të ndryshme. Grincat mund të jenë pluhur, mund të jenë metale të ndryshme, dhe ka një standard për matjen aty me të gjitha grincat që janë më të vogla në diametër, më të vogla se 2.5 mikrometër, quhen PM2.5, do me thënë grincat kancerogjene PM2.5, po të gjitha ato që janë më të vogla se 10 mikrometër, me thënë një dhjeta e milimetrit, ato janë PM10, grincat kancerogjene PM10. Është e lejuar brenda 24 orëve do me thënë në ajër të ketë deri 50, maksimum deri 50 grincat PM10 në 1 metër kub. Çka ndodhe në Tetov? Ne sa i kemi në Tetov? Në Tetov mati tregon deri 1000. Mbi 1000 nuk matën. Që është një shumë përqindje madhe. Edhe 3 fishuar, po e 5 fishuar, edhe 10 fishuar e tepër. Prandaj dhe ndjetëm në këtë situaci si shumë rrezik për shëndetin e fëmijëve tanë, më të dashurve tanë, edhe mburëm këtë iniciativë që ne së pari të bëjmë, do me thënë, sensibilizimin e popullatës, e nanave, të gjithë banorëve të Tetovës, se bëhet fjalë për një helmim. Jo, nuk është ndotje. 35 vjet në ditë organizmi njeriut mund të lufton nëse, do me thënë, ndotja është mbi 50. Po për momentin të ne është mbi 350 ditë në vit. Viti posa filloi dhe ne ma veç kemi 43 ditë të ndotura, mbi 200 ndotje, do me thënë PM10 në metër kub. Do ta quaj helmim alarmant. Helmim alarmant. Nëse ndotja është deri 100, është një helmim i lehtë, që mund të përballon organizmi, prej 100 deri 200 ma veç është ndotje, prej 200 deri në 300 është ndotja në nivel të lartë, dhe prej 300 ma është helmuese dhe është alarmante. Në disa vende tjera në botë, atër shpallet edhe gjendje jashtëzakonshme. Nëse mbrin deri në 500, atër të gjithë veturat bllokohen, vetëm 20% të veturave të qeverisë mund të qarkullojnë, fëmijët nuk shkojnë në shkollë, gratë shtatzane nuk dalin jashtë shtëpisë, e kështu me radhë që te ne nuk ndos. Këto grinca,
A shkojnë drejt për drejt në organizmin e njerëzit? Grimcat PM10 më tepër sulmojnë organet e frymëmarrjes, për shkak se janë në përmasa më të mëdha. Mirë po, grimcat PM2 që janë shumë të dashme se lëkurës. Po, përmes lëkurës. E vërtetë është, mirë po grimcat PM2.5 ato qarkullojnë në tanë organizëm. Domethënë me frymëmarrjen i bartin deri në gjak, me gjakun ato arrin në çdo qelisë të trupit, kështu që i bëhen shkaktar për të gjitha sëmundjet në organizmin e njeriut. Medina, do të kthehem me një pyetje tjetër, me ty t'i pak kohë dhe nata, ty të kemi ngarkuar sot na informosh për gjithë ato organizime, për gjithë ato aktivitete. 14 marsi është dita kur do të bëhet marshimi. Do t'jetë vetëm Tetova në fokus, më intereson, apo do të përfshihen të gjithë rajonet, sepse ju na erdhët nga Tetova, ndërka që këtu i Ballja është bie Tetovës, por na erdhi nga Shkupi. Një moto që më la përshtypje që e keni përdorur edhe në protestat që organizuan nga Eko Guerilla së fundi është se ne jemi nëna dhe nuk dorëzohemi, vërtet u rëqeta nga kjo moto. Cila është ajo motoja me cilën do të nisni marshimin dhe a do t'jeti vetëm marshime që aktiviteti që do të bëni? Me siguri ka cek edhe i Ballja se ne më si nismë jemi, më thënë, një nismë mjaft e re. Shumë pak kohë jemi në një organizim të kësaj lloji, si themi si lëvizje qytetare, apo ti themi si një zë i qytetar, një grupacioni të qytetarëve. Dhe shumë shpejt, dhe me thënë, ka sqaruar edhe ajo. Pritë shqetësuar, po. Arritëm të mobilizohemi vetëm nga një breng që kemi jo për shëndetin tonë, po më tepër, dhe me thënë, si nëna zakonisht kujdesemi për shëndetin e fëmijëve. Andaj, kur bëhen nisma të shpejta, zakonisht bëhen kur ka ndonjë gjendje alarmante, kur diçka ndodh. Atëherë krijohet paniku, atëherë krijohet shqetësimi. Dhe mund të themi që paniku ishte ndoshta edhe ajo që neve në shtyu të ngrejmë zërin duke pasë deri sot asgjë nuk ndërmerreshte, zëri i askujt nuk dëgjoheshte deri sot. Ne me shpresën se spaku zëri jon do të ndryshojë diçka në të ardhmen, filluam të mendojmë disa aktivitete ose mënyra si të shprehim spaku si të veprohet. Po, pa kënaqësinë tonë, por edhe çka të bëjmë që ta zbutim, domethënë çështjen e ndoqjes, spaku zërin të arrijë deri në breshët e qeveritarëve. Nëse jo si qytetar, atëherë spaku edhe ata janë print, në këtë formë, më thonë, të na dëgjojnë brengën edhe të na ndihmojnë në këtë drejtim. Këtu e paramendum marshin e nënave, të jetë një farlloj aktiviteti më tepër kulturor, se e kemi pa deri sot se protestat të ndryshme janë organizuar në këtë shtet nuk po han bukë asgjë. E kam patjetër ta them. Ne nuk jemi të asaj natyre që të ngrihemi të rebelohemi, domethënë bëjmë diçka një padëgjueshmëri qytetare. Domethënë jemi larg atyre masave, nuk e di a do i konsiderojmë premtarme, mirë po në këtë mënyrë me një marsh të nënave ku qartë do shihet grupi ynë, qëllimi ynë, po edhe fëmijët tanë, të cilët do i nxjerrim aty, me moton se ne vërtet jemi... A desha të pyes, a do t'i nxjerrni edhe fëmijët? Si do t'i nxjerrni? Do t'i nxjerrni me maska, apo do t'i lini pjesë të marrim? Është një që ne në këto, domethënë, hapësira ku jetojmë është ndonjëherë kompleksi shumë më i madh se sa shëndeti, dhe ka njerëz që vërtet kompleksohen të dalin me maska në rrugë, por ne me vërtet duhet ta bëjmë një gjë të tillë çdo ditë. Po. Kam parë gra që edhe mbajnë maskën, por vendojnë shall sipër që mos ju duket. Por ne fëmijëve jo në shenjë simbolike, në të vërtet, domethënë unë fëmijët e mi i maskoj gjithmonë kur i nxjerr jashtë, edhe madje ata kanë filluar të kompleksohen, çdo ditë pyesin, mami si është ajri sot, a mund dalim apo do rrim edhe sot në shtëpi. Domethënë kam bërë veç edhe kjo, edhe të besoj se jo fëmijët e mi, por të gjithë tani janë mjaft në pritje të asaj dite, kur edhe ata duan të ngrenë zërin e tyre, dhe prandaj do i marrim paqjetër, vetëm e vetëm që të tregojmë se ma nuk luftojmë për veten tonë. E jona, më thënë, u bë çka u bë ka shkuar. Ne kemi dëm të madh në organizmin tonë, në shëndetin tonë, duhet ta kemi parasysh. Se një grimc PM10, më thënë, përmban shumë grimca 2.5, që janë ato më të dëmshme, të cilat nuk maten në Maqedoni. Edhe rreziku jonë më veç është në organizmin tonë.
po të mundohemi spaku ta më të vegjëlit që janë më të ndihshëm. Po që të thashëm, imuniteti i tyre është shumë i Ata veç dobët në janë krahasim me ne që jemi më të rritur, i kemi të kaluar gjitha ato barierat. Te s'do të ngreni zërin përmes demonstratave, unë ato i quaj. Po thjesht do të jeni shumë të kulturuara, të moderuara, si? Ku do të filloni gjithë marshin, ku do të drejtoheni, kujt do t'i drejtoheni? Fillimisht Se nëse edhe vetëm dilni në media, jepni deklarata, bëjmë bisedë në këtu, kote kemi, do të na shikojnë e do të thonë, çfarë kanë këto që flasin dhe ditën nuk u ndaluan duke folur. Ne aktivitetet tona, më thënë si grup, i kemi pa të ashtyshme të fillojnë nga sensibilizimi i masës. Më thënë ne vazhdimisht e konsiderojmë të rëndësishme që çdo person të informohet spaku. Mandej se cili ka vullnetin e mirë, janë të moshës madhore shumica, ne të vendosin vetë çka do të bëjmë për shëndetin e tyre, pasi që ne nuk përkrajmë asnjë parti politike, nuk jemi një nismë politike. Atë si në shaka e diskutuam se jeni politikisht? Jo. Jo? Mirë. Vendi që është duke shkuar në gjendje nuk besoj që do të jemi edhe në të ardhme, po atë kisha ta cek se nuk na ka shpyr dikush të hyjmë kësaj iniciative. Nuk na përkra askush, kërkush nuk qëndron. Fëmijët të tanë janë ata që na detyrojnë një gjë brenga për fëmijët. Janë fëmijët tanë, prandaj edhe detajet e marshit janë duke ndru çdo ditë për shkak se jemi në përpilim të një koncepti të saktë, por ideja kryesore është që varësisht nga vullneti i mirë i pjesëmarrësve të ndryshëm të inkorporojmë disa lloje të aktiviteteve kulturore. Ndoshta mendojmë, do të thonë këto janë krejt supozime dhe dëshira tona që të realizojmë, të kemi diçka në mënyrë simbolike që do të demonstroj ndoqjen atë to, një lloj ekspozite të bërë nga më të vegjëlit, ndoshta edhe nga aktorë piktorë që ndoshta do na përkrahin, ndoshta ndonjë aktivitet vallëzimi me maska. Do të thonë krejt janë këto ide të cilat jemi duke i mbledhur si koncept nga ata që do na përkrajnë dhe nga ata që mundohemi të informojmë dhe ta kuptojnë problemin. Dhe pse jo, edhe të gjitha nënat tjera i thrasin të na vinë me ide, ndoshta do të marrim edhe ndonjë koncept. Nënat e dinë më së miri, si t'i bëjnë gjërat. Kemi shumë ide, nuk e di a do arrim se marshi nuk do zgjat besoj shumë, por aktivitetet kulturore besojnë mos na marrin shumë kohë. Prandaj do mundohemi të zgjedhim vetëm ato ma domethënëse, ma kryesore dhe më mesazh përcjellëse. Ku do të startoj marshi? Keni atë rrugën që do ta trajtoni si marsh, sepse marshi është motoja pikërisht ajo të bëhet një marshim, të tregohet të tjerëve se ne jemi këtu, ne duam të jetojmë dhe fëmijët si përfundim të aktiviteteve tona. Që sa do kudo të konsiderohet edhe ai marsh, edhe ky aktivitet si protest. Do thonë ne me këtë protestojmë. Kjo është e qartë, asaj nuk iki. Ndoshta nuk bëjmë demonstrata të dhunshme, por ne protestojmë. Në mënyrat e protestimit janë të ndryshme, ne e zgjedhim këtë mënyrë, mendojmë se do realizojmë, por gjithsesi që të përputhet me domethënien e fjalës protestim, siç e dim shumica e popullatës tanë, në thonë proteste e kuptojnë të nisesh prej dikundit, shkojsh dikundit, ne prandaj këtë e quajtëm marsh, ne mendojmë të nisemi dhe të grumbullohemi në qendër e mandej do marshojmë drejt ndonjë rrugë në të top, e cila do jetë më e përshtatshme për fëmijët. Në thonë keni parasysh se ne do i kemi fëmijët me vete, edhe do mundohemi të zgjedhim një ambient më të përshtatshëm, më të gjerë për fëmijët. Nuk e dim akoma cila do jetë marsruta e marshit, do të thonë këtë do e shpallim sërish në rrjetet sociale, për shkak se duhet të shpallim edhe kohën, edhe detajet tjera. Si datë ekskluzivisht e bëni ju publike këtu, po. Do të kalojmë tani me Iqbalën, të bëjmë edhe një xhiro kështu me pyetje, pastaj edhe do ta përfundojmë emisionin. Kur janë bisedat e bukura gjithmonë përfundojnë shpejt, ta keni në mend. Iqbalë, se robi bukur për gjithë ato smundjet, më intereson një gjë tjetër, sa nënat janë të gatshme t'ju bashkëngjiten, sa kanë thënë po për këtë aktivitet, për këtë nismë tuaj, apo atë që e diskutuam, dyshojnë se kush këto, jo, ka një prapavi tjetër. Sa nënat duhet të gjitha ato pse t'i lanë anësh në këtë moment, në këtë çast? Në fakt, ne një pjesë e aktiviteteve tona ka qenë edhe një peticion online që e kemi pas në Avas, është një rrjet i njohur që e filluam ne. Për brenda grupit ton që kemi më se 1200 anëtarë aty,
kemi, do me thanë, një sensibilizim të nënave, sepse i lexojmë postet tona, e shohin brengën ton, e shohin vetë sinqeritetin ton, se do me thanë, ne nuk jemi me ndonjë agent me prapavi. Po, ne jemi thjesht prindër të brengosur për fëmijët tanë, duam vetëm të instalohem filtrat në, do me thanë, një Google, dhe duam që të ulet ndotja. Do me thanë, duam përveç Jugochromit të adresohet çdo ndotës që është në Tetov. Madje edhe ato veturat e tepërta nëse do përdojnë. Edhe veturat e tepërta se shumë bukur e përmendëm se në raste kur ka kështu ndotje të mëdha, edhe shkon ai sistemi i ndalesës veturave me çift tek tabelat ato targat. Një gjë tillë që nuk ndodhi, u paralajmërua dhe nuk ndodhi fare. Nuk ndodhi, po në Shkup ishte ajo ideja. Në fakt duam që me këtë të sensibilizojmë edhe kompanit në anën tjetër. Kompanit që operojnë këtu, qofshin ato të huaja apo jo, ato duhet të sensibilizojnë për mjedisin në të cilin operojnë. Do me thanë duhet të kenë një sistem i cili do të mbroj mjedisin ku operojnë. Këtë mekanizëm duhet qeveria, do me thanë të shqyrton. Besoj se në për dokumentet e tyra qëndron, sepse kemi pare dhe licencën në cilën u miratua dhe të shqiplerja Jugochromit. Mirë po duam që jo vetëm në Tetov, por edhe në qytetet tjera të sensibilizojnë kompanit ku operojnë, që mos bëjnë kështu eksternalie, që quhen për gjuhën tonë të ekonomizve negative, për ambientin të cilat do me thanë do të ndikojnë në vetë florën, faunën, po edhe në frymorët, pra njerëzit. Tragjike për njerion. Po. Sensibilizimi si që pyetet nga nënat tjera me ne, ka qenë vërtet i madh. Kemi nëna të cilat na përurojnë për iniciativën që e kemi marrë, mirë po, pa tjetër e kam të them, se kemi edhe nga të tjerët, të cilët na thuajnë pse i keni hyrë kësaj pune. Po, ju e dini se nuk mundeni kur gjatë të arrini, po, mirë po nesër do e dim se jemi munduar. E ke për ta që fëmija gjithçka. Dhe e dini ju se pasi është gjithçka për ne jemi të gatshëm. Mos e them mirë, po do e them, të marrim edhe masa radikale nëse duhet më në fund. Jo protesta kulturore, jo marsh kulturor, i ball jashtë pak më agresive në të drejtim. Unë, do me thënë, më shqetësuar sepse... I ballja është më shqetësuar sepse gjysën e jetës e bën, edhe në Tetov dhe në Shkup edhe vërtet dy herë ndotje. Dy herë, shikoj se çdo ditë nga Zhelina, kur e kalojmë, do me thënë, atë pjesën atë të kufirit, është pamje tragjike se çka shihet. Edhe ta dish se i ke aty, do me thënë, më të afërtit, më të dashurit, edhe të mendojsh a mund ta çosh fëmijën të gjyshi ajo, është vërtet një sfidë, është vërtet një gonë kot. Emilina, unë pyetjen tjetër të radhës do ta bëj atë krahasimin me nënat, po do ta bëj të vetë nënave. Për të rritur një fëmijë, duhet nëna. Duhet nëna për kujdeset për te, duhet nëna tjetër shëndosh, ta dërgoj në shkollë, punët e shtëpisë janë këtu, mjekra, vjekri, burri, gjithçka është këtu, të flasë në gjuhën e popullit. Sa ky helmim, sa kjo ndotje shkon dhe dëmton në organizmin e nënave, gratë në moshën pas lindjes me njerë, e kanë rrezikun mjaft madh për të sëmur nga sëmundjet kancerogjene. A është kjo një shqetësim edhe juve drejt për drejt, jo vetëm për fëmijët? Sigurisht, po ne nëse nuk jemi për vete, nuk mund të bëjmë as për fëmijët ta. Patjetër. Do të thënë është një qark, ne duhet të jemi të shëndosha veç që të mundet edhe fëmijës të rrisin gjenerata të shëndosh. Ne nuk jemi vetëm nëna, ne jemi edhe fëmijë të dikujt, ne jemi edhe nuse të dikujt, po edhe në punë jemi punëtore, do me thënë, duhet në shumë fronte të luftojmë. Mirë, po ajo kryesorja është sigurisht shëndeti. Shëndeti joni të afërme, tani fëmijëve, tani kështu me radhë. Nuk ndikon vetëm, kjo ndotje nuk helmon vetëm me frymarrje, siç e thatë me lëkurë, po edhe me ushqim, edhe me ujë, ajo ndotje qarkullon. Tjetër ato fusha, ato helmon një lloj si njerëjo. Edhe nëse tani ndalet ndotja, ne minimum edhe 10 vjet me radhë do të helmohemi me ushqimet që prodhohen, me bujqësi, me blegtori, ato helmet në përsëri do t'i marrim. Do me thënë nuk soset puna këtu. Edhe pse puna duhet të fillon, duhet mendoj ka ardhur momenti i fundit që duhet të ndalet më ky helmim, që të fillojmë ne më veç të marrim masa për ta përmirësuar gjendjen në të ardhmen. Aq është alarmante, as që nuk kemi kohë të presim.
Po shpresoj se edhe qeveria, edhe autoritetet, edhe të gjithë njerëzit do të jenë më të vetëdijshëm dhe do të fillojnë seriozisht të mendojnë për zgjidhjen e këtij problemi. Mendoj është diçka që të gjitha aktivitetet tjera duhet lënë mbas, është diçka shumë alarmante, të gjitha aktivitetet tjera duhet lënë mbas edhe duhet të fillohet seriozisht të mendohet në këtë drejtim. Mbas 5 vjetëve unë nuk du ta paramendoj Tetova në çfarë gjendje do të jetë. Edhe rritja e të gjitha sëmundjeve, rritja nuk mund ta paramendoj, nuk ka diçka më të keqe se ta shoh fëmin tan të sëmund edhe ta dish prej çka sëmund edhe mos të mund të kesh forcë, mos të kesh forcë. Do të jetë vetëm marrë aktiviteti apo do të presim, sepse jemi në 3-4 minuta, në 3 minutat e fundit në fakt, le të jetë kjo edhe një porosi. Do të rebeloheni, siç e tha Iqbal, më pëlqeu ajo pjesë. Shpresoj të mos arrim deri në atë fazë, shpresoj që gjithçka të zgjidhet para se ne të rebelohemi ose dikush tjetër, shkak se ka shumë lëvizje tjera që janë duke punuar në këtë drejtim shumë shoqata ajo qeveritare, që një ditë besoj se ndoshta nëse vazhdohet kështu do të arrijë deri aty. Njeriu, domethënë, më larg se vdekje nuk ka asgjë, dhe kur ta mendosh një gjë të tillë, fundja s'kemi çka të humbim. Për shkak se jeta na rrezikohet. Andaj ky nuk do të jetë aktiviteti i vetëm, ne mundohemi kështu gradualisht në mënyrë të kulturuar dhe të qetë të bëjmë diçka si në botën e civilizuar, për shkak se jemi duke ecur ka me hapa të shpejt ka Evropa dhe ka eurointegrimet, dhe besoj që puna do të zgjidhet para se të bëhet diçka më e madhe, por aktivitetet tona nuk do të ndalojnë aty. Ne kemi interesim të madh që të punojmë edhe me grupe tjera të grave nga Shkupi, Gostivari, gjithë Pollogu, por edhe më gjërë, pse jo, aty ku ka problem të ngjashëm, pse mos u përcjellin përvojën tanë në Jeni urin gratë të Tetovës që shembull edhe për neve grave qytetet të tjera. Shpresoj të jemi, për shkak se vërtet edhe ju në Shkup jeni mjaft të rrezikuar, edhe se ndoshta dinamizmi i jetës e bën që ajo mos bërehet, mos i kushtohet rëndësi të madhe, por jeni në rrezik edhe ju, po edhe shumë qytete tjera fatkeqësisht. Iqbal, Elmedina Narta, faleminderit shumë që ishit me mua. Vërtet ishte një bisedë e këndshme, nuk e di për juve, por mua ndjeva shumë mirë. Ti je në mesin e nënave dhe 3 zonjave të nderuara. Shpresoj që sërish do t'ju takoj dhe do të kemi shtësatire me këtë dhe po e përfundojmë faktikisht në emisionin. Ta shikues të nderuar ishin Elmedina, Abdullah, ishte Narta, Kasa, Iseni dhe Iqbal Ferati Preshova, 3 zonja, 3 nëna, të cilët në emër të gjitha nënave që janë pjesë e Këshillit Organizativ të një marshi që do të bëhet në 14 mars në qytetin e Tetovës, do ta ngrejnë zërin për t'i mbrojtur më të dashurit e tyre. Fëmia është pasuria më e madhe, mos harroni dhe mbrojini ato me çdo kusht. Me një pikë muzikore dhe me këtë porosi timen, po e përfundojmë edhe emisionin e ditës së sotme. Mirupafshim nesër në të njëjtën kohë.